Në seancën e sotme të Këshillit të Komunës së Gostivarit e 4-ta me radhë, u miratuan disa vendime për mbështetje financiare të klubeve sportive. Shuma më e madhe e mjeteve, 6 milion dinar, do t'i ndahen klubit të futbollit Arsimi nga Çegrani, i cili garon në ligën e parë të futbollit të Maqenisë. Ky klub ka 50 vjet histori, është ndërtuar nga qytetarët, diaspora dhe tifozët, dhe megjithse vjen nga Çegrani, ai përfaqëson Gostivarin dhe gjithë komunën, prandaj duhet t'i japim mbështetjen tonë. Klubi futbollistik Arsimi nuk është vetëm klub, por edhe akademi sportive, ku 400 fëmijë edukohen dhe zhvillohen në sport, deklaroi nga foltorja këshilltari i Aleancës Kombëtare për Integrim, Gzim Hamzaj. Sot para nesh është pika e rendit të ditës për përkrahjen financiare të klubit Arsimi, klub që vjen nga Çegrani dhe që është klubi vetëm nga komuna jonë që garon në ligën e parë. Ky klub ka 50 vite histori, për kushtim dhe qëndrueshmëri. Është dërtuar dhe mbajtur gjallë nga qytetarët, mërgjimtarët, tifozët dhe nga njerëzit që nuk janë ndërzuar kur. Arsimi nuk është vetëm klub futbolli, por është një akademi sportive, ku sot rreth 400 fëmijë nga Gostivari dhe fshatrat përreth edukohen, socializohen dhe zhvillohen përmes sportit. Po Arsimi ka origjinë nga Çegrani dhe unë vi nga i njëjti vend, por sot Arsimi luan në qytet dhe përfaqëson të gjithë Gostivarin. Pra është klub i komunës dhe gjithë qytetarëve të komunës. Prandaj, i ftoj kolegët këshilltar që të mbështesin këtë propozim dhe të japin një mesazh të qartë se si Këshilli Komunal jemi në shërbim të rinisë, sportit dhe zhvillim të qytetit. Sipas vendimeve të miratuara, nga 600.000 denar do t'u ndahen klubit të futbollit Gostivari dhe klubit të handbollit për femra Jehona, ndërsa klubi i handbollit për meshkuj Jehona do të përfitojë 1 milion denar. Në seancë u theksua gjithashtu se mësimdhënësit e shkollave të mesme do të marrin shtesën K15. U sqarua se vonesa në realizimin e kësaj pagese është shkaktuar për shkak të zgjedhjeve lokale, ndërsa bëhet fjalë për rreth 400 mësimdhënës. Në seancë u miratuan edhe disa vendime nga fusha e planifikimit urbanistik dhe legalizimit.